kur dietarët, njerëz të dijes, njerëz të urtë, janë mundu me përkufizu njerin. Ku të vetë dikush çka është njerin me ditë me ia dhoni përgjigje. Dhe kanë thonë që këtë përkufizim, ku t'i thëra për njerin, mos miro tamam asnjë gjallëse tjetër mo. Me ko enkas, me ko tamam ish për njerin. Disa kanë thonë, është edhe komunikimi nëpërmjet fjalës. Po thonë, ka edhe gjallësa tjera që shkojnë zonë. Ja japin një haber tjetrit, zësht, kafsht, shkojnë zona, a është një fallë e komunikimi? Thotë, do të me dalu komunikimin nëpërmjet fjalës dhe komunikimin nëpërmjet tingullit të zonit. Thotë se fjala ka kuptim, mana. E zoni mund me ka veç ritëm. E vetmja krijesë, thotë, që komunikon nëpërmjet gjuhës dhe kuptimit, thotë është njeri. Mi po thotë me dal jashtë ta që gjujnë, gjuetarët. Ku t'ja bëjsh ati qenit, gjojët, zagaret, ku t'ja bëjsh me isharet, ku t'ja bëjsh me gishtin tërgus të vendi. Qeni nuk ta këqyr vendin, ku ti po ban me isharet, ku ti po të regën, po ta shikë gishtin. Për shkak se gjallësa tjera s'janë fuqishme me e kuptu simbolin, kuptimin, që ti po jep në përmet asajna. Në përmet asaj fjales, shkrimit, në më thoi janë vetë me krijesat njerëz. Ta spjegojmë pak, sa është e rëndësishme që të përdorimin e gjuhës të fjales me pas përdorimin e fjales të mirë. Me mësu gjuhën tonë, gujën tonë, me tha fjallë të mira, me pas pjesë tjetës tonë. Për shkak se përdorimi i gjuhës të mirë dërkon te mendimet e mira. E mendimi i mirë për tjetrin edhe për Zotin është më i rëndësishëm nganjëherë se sa vetë ibadetet. Edhe kundërta, mendimi i keq për Zotin është më i rëndësishëm se gjëra të tjera. Po dhe mendimi i keq për tjetrin është hak. Momenti që ti mendon keq për tjetrin, ti ke një hak.